Gjatë tërë ditës së martë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ishte në pritje të përfaqësuesve të partive politike. Por ndonse ishte dita e fundit e afatit për dorëzim të listave të kandidatëve për deputet, asnjë nga subjektet politike nuk jam syu derës së KQZ-s e madje as e majli zyrtar, të paktën deri në pasditën e vonë. Kur po kalonin orët e fundit, partitë ende ishin duke punuar për t'i bindur emrat që do t'i zinin vendet e fundit të mbetura. Andaj, një procedurë të tillë nuk e kreu as subjekti më i madh politik vetëvendosje. Deri në orët e pasdites në sëlinë e lëvizjes vetëvendosje, kryetari i kësaj partie Albin Kurti po i takonte kandidatët potencial për t'i futur në listën për kandidat në zgjedhjet e 7 qershorit. Andaj nga ky subjekt politik bën me dije që të paktën deri në minutat e fundit të datës 12 maj nuk pritet që listën zyrtare ta dorëzojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ndërkohë, gjatë ditës LDK-ja njoftoi se pas Vjosa Osmanit e kandidatëve që ajo ka sjell, në listë do garojnë edhe bashkë me ballin kombëtare Partinë e Drejtësisë. Lista e kandidatëve për deputet nuk është bërë publike gjatë ditës as nga PDK-ja e AK-ja. Sipas njohësve të çështjeve politike, vonesa në dorëzimin e listave është e qëllimshme. Këto janë edhe si rezultati i kalkulimeve të brendshme partijake, grupeve të caktuara, akomodimit të grupacioneve të caktuara. Ne po shohim që kemi tentim të përfshirjes në listë prurjeve të reja të aderimeve, po në anën tjetër është sigurisht edhe interesi partive për t'i ruajtur figura tradicionale të partive. Subjektet politike 27 sa e kanë konfirmuar pjesëmarrjen në zgjedhje, kanë afat që listat e tyre t'i dorëzojnë në KQZ deri sonte në mesnatë.